Kuvendi zhvilloi një seancë plenare dje ku deputetët sollën problemet e zgjedhësve të tyre. Përmbytjet e disa zonave javë të fundit dhe sfidat e fermerëve zunë peshën kryesore, nuk munguan përplasjet për arrestimin e zyrtares europiane Federica Mogherini dhe për çështjen Balluku, për të cilën më herët gjatë ditës PD kërkoi dhe interpelancë në kuvend me kryeministrin Rama. Kjo është e parë që kuvendi i ri ka zhvilluar një seancë të plotë dhe pa ndërprerje dedikuar zgjedhësve para qytetarëve. Rektoria e Kolegjit të Evropës, Federica Mogherini, shefe për politikë të jashtme dhe sigurinë në Bashkimin Evropian, e cila është ndaluar dje si pjesë e një hetimi për mashtrim që përfshinte shërbimin evropian të veprimit të jashtëm dhe Kolegjin e Evropës, është liruar në orën 1 pas mesnate. Bashkë me ish-përfaqësuesen e lartë të BE-s për politikë të jashtme, janë liruar edhe Stefano Sanino dhe Cesare Zegreti. Ata janë marrë në pyetje dhe informuar zyrtarisht me akuzat e mashtrimit dhe korrupsionit në prokurim, konflikt interesi dhe shkelje sekretit profesional, e më pas janë liruar. Një 21 vjeçar i shpallur në kërkim nga policia e Durrësit për vjedhje është vendosur në pranga. Klajdi Leshi vjedhte automjete në lagje të ndryshme të Durrësit dhe në qarkun e Dibrës me qëllim shitjen e tyre tek personat me precedent kriminal. Gjenden dhe sekuestrojnë cilësinë e provës materiale 4 automjete të vjedhura nga ky person. Gjykata kushtetuese ende nuk e ka një vendim nëse do të kalojë apo jo në shqyrtim kërkesën e kryeministrit Edi Rama për pezullimin e Belinda Ballukut. Kolegji me 3 antar nuk gjeti unanimitet dhe tashmë do të jetë mbledhja e nesërme të gjithë gjyqtarëve që do të marrë një vendim. Rama thekson se lufta ndaj korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e mjeteve të gabuara. Sali Berisha kërkon seancë publike në kushtetuese. Sali Berisha i rikthehet premtimeve për hapjen e partisë, ndërsa janë shtuar zërat që kërkojnë ndryshim. Në takimin me banorët dhe simpatizantët strukturët e njësisë 9 në Tiranë, mbrëmjen e djeshme Berisha tha se PD do të bëjë një analizë duke theksuar se nuk do të jetë një gjyqi shtrigash. Deklaratat e tij në turin e nisur në bazë duken si një përpjekje për t'u kundërvënë një lëvizje të brëndshme që ka dhënë shkëndijat e para me ish-deputetin Ervin Saljani, i cili sot nga Durrësi nis turin e takimeve me bazën me mbështetësit demokrat. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë nuk e ka certifikuar listën serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të përgjithshme, që do të mbahen në 28 dhjetor. Vendimi është kritikuar nga Serbia dhe nga misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë në Kosovë, i cili tha se është i zhgënjur dhe i shqetësuar thellësisht. BE bëri thirrje për mos politizim të institucioneve dhe një reagim pak minuta më parë për këtë çështje pati dhe ambasada amerikane në Prishtinë.